Selin u përball me një situatë të papritur nga mamaja e saj, e cila I kërkoi të largohet nga gara. Banorja u rikthye në shtëpinë e Big Brother VIP, aty ku dha dhe përgjigjen e saj për të vijuar garën, finalja e së cilës është më 18 prill. Ndihem shumë e ngarkuar, fjalët e mamit për mua janë shumë gjë, e vetmja gjë që më ngrohu ishte që nuk ishin mërzitur me mua, me qëndrimin tim këtu brenda, ato persona që kanë bërë ato deklarime gjatë 48 orëve të fundit do të mbajnë përgjegjësi, tha Selin. Banorja u shpreh ashpër për mirin dhe Rogerti në dhomën e rrëfimit. Dy burra janë munduar të ulin imazhin e një vajze, që në fund fare është vetëm një vajzë, dy shfrytëzues të degeneruar që kam një mlef aq të madh tani. Dy njerëz të atij niveli, burra të atij niveli, të fitojnë në krahët e një vajze, nuk do ta lejoja kurrë. Ata të dy, Rogerti dhe Miri, do të mbajnë përgjegjësi për fjalët që kanë thënë, tha banorja në lot. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.